Nëse më lejon, i kisha dashur që do të në këtë pikë diskutimin pak me kthy edhe me pa edhe nga një këndvështrim pak më konstruktiv. Thjesht duke identifiku ato kapacitetet edhe mekanizmat që ekzistojnë ndoshta në vendin tonë për me mbërriq me u tejkalu ose me u adresu këto sfida. E në këtë drejtim, si e shihni ju, a ka Kosova sot bazë të mjaftueshme institucionale dhe shoqërore për me i korrigju të gjitha këto devijime dhe për me avancu drejt një sistemi më të konsoliduar të drejtësisë dhe ndoshta cilat janë disa prej faktorëve që kishit mujt me i veçu më shumë që mund ndikojnë drejt për drejt në këtë proces. Sigurisht. Kosova është një shoqëri jashtëzakonisht aktive, një shoqëri jashtëzakonisht dinamike, në thelb demokratike, përfshirë mënyrën se si është shpallur pavarësia, përfshirë historikun e Kosovës, përfshirë specifikat e shtetëndërtimit të Kosovës. Sigurisht, kjo është e kushtëzuar në funksionimin efektiv të mekanizmave korrigjues. Mediat duhet të raportojnë në mënyrë të lirë dhe të pavarur. Shoqëria civile duhet të monitorojë dhe raportojë në mënyrë të pavarur dhe aktive. Sigurisht institucionet tjera përfshirë sistemin e drejtësisë dhe sistemin prokurorial edhe institucionet e pavarura duhet të kryejnë funksionet e tyre në mënyrë proaktive edhe në mënyrë profesionale edhe të pavarur. Sigurisht, është jashtëzakonisht e rëndësishme qytetaria aktive dhe qëllimi për të mbrojtur dhe jetësuar vlerat e Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Thënë këtë duhet pasur parasysh që duke marrë parasysh edhe historikun e shtetëndërtimit dhe faktin që Kosova nuk ka ende një traditë demokratike thellësisht të konsoliduar për shkak të kohës në të cilën pas të cilës është shpallur pavarësia e Kosovës, çdo rikuperim nga tendencat për prapakthim demokratik mund të mos jetë aq e lehtë dhe mund të mos jetë aq e shpejtë. Sigurisht antarësimi në mekanizma që kanë edhe kompetenca supranacionale dhe të cilat kanë luajtur rol të jashtëzakonshëm edhe në shtetet të tjera në mbrojtjen e vlerave të demokracisë, siç është Këshilli i Evropës, do të ishte hap i jashtëzakonshëm përpara dhe një siguri shtesë në mirëmbajtjen dhe rritjen e cilësisë së demokracisë në Republikën e Kosovës. Pikërisht këtu me ndërlidh te antarësimi në Këshillin e Evropës, e përmendet edhe më herët, edhe disa hapa ose aspekte për cilat është e rëndësishme që Kosova të jetë pjesë e Këshillit të Evropës dhe vazhdimsi edhe ne si shoqëri civile e kemi diskutuar këtë çështje, kemi tentuar të adresojmë në mënyrë sa më dur dhe të përçojmë mesazhin për atë se sa është e rëndësishme integrimi në mekanizma evropian, në këtë rast specifikisht në Këshillin e Evropës, po a kishim mujt ndoshta me listu në mënyrë konkrete çfarë përfitime i sjell Kosovës antarësimi në Këshillin e Evropës. Domethënë, shumë thjesht çfarë ndryshime konkrete i ndin një qytetar i Republikës Kosovës në momentin kur vendi jon është antarësohet në Këshillin e Evropës dhe a konsideroni ju këtë ndoshta që është thjesht më shumë një ndikim që do të jetë simbolik apo praktik? Në fakt, antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës uroj sa më shpejt, do të jetë moment shumë i rëndësishëm historik. Dhe do të ketë ndikim të paktën në 4 aspekte relevante. Së pari, dhe kjo është shumë e rëndësishme, do të jetë moment në të cilin shtetësia e Republikës së Kosovës do të konsolidohet edhe më tutje në nivelin ndërkombëtar. Së dyti, fakti që Republika e Kosovës do të nënshtrohet, thënë kushtimisht, një autoriteti supranacional, do të jetë një garanci shtesë e ruajtjes së vlerave të demokracisë, sundimit të ligjit, por gjithashtu edhe mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore. Kjo është e rëndësishme edhe për sa i përket mekanizmave monitorues, të cilët janë të disponueshëm brenda strukturës së Këshillit të Evropës, por kryesisht për shkak të shtrirjes së jurisdiksionit të gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit mbi vendimarrjen e autoriteteve publike të Republikës së Kosovës. Së treti,
Dhe përkundër faktit që konventa në fakt ka qenë e aplikueshme në vendin tonë që nga viti 2001, fakti që vendimarrja do t'i nënshtrohet një mbikëqyrje edhe supranacionale, vlerësoj unë do të ketë ndikim edhe në rritjen e cilësisë dhe kualitetit të vetë performancës së pushtetit gjyqësor. Dhe në fund, jo për nga rëndësia, kjo do të ketë një ndikim të madh për secilin qytetar të Republikës së Kosovës, sepse ata secili do të fitojnë një mjet efektiv juridik shtesë, përkatësisht mundësinë që vendimet e autoriteteve publike në Republikën e Kosovës t'i kontestojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në një gjykatë supranacionale, përkatësisht G1, sigurisht për aq sa mjetet efektive të brendshme juridike janë shterur.